إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allahun, Zotin e gjithësisë falenderojmë. Prej Tij, vetëm prej Tij, ndihmë, shpëtim, udhëzim, falje kërkojmë. Salavatet, selamet tona më të mirat, më të plotat, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë atyre që rrugën e Tij kanë ndjekur, ndjekin dhe do të ndjekin, dërgojmë. Të nderuar vëllezër besimtar, ende jemi në ditët e Bajramit. Andaj, për hajër qoftë Bajrami. Nësë Allahun subhanu wa ta'ala që lutjet që i kini bërë dhe i kemi bërë në ditën e Arafatit, agjërimin asaj ditës madhështore që i kini agjëru, Allahu të apranon, e lutjet, dëshira që i kini pas atë dit, Allahu të realizon. Nësë Allahun subhanu wa ta'ala që të amunson në këtë jetën tuaj që kamet t'i festoni edhe shumë bajrame, t'i agjeroni edhe shumë Ramazane, të jeta në këtë dynja është e shkurtër, për këta ditët e bëjnë të këndshme dhe e zgjasin jetën e njerëzit. Të nderuar vëllezër, një sen që duhet të kemi me vazhdimsi kujdes tek festat që i festojmë, është që numër një që duhet të kujtojmë gjithmonë është se festat janë adhurime. Dy festat në Islam, festa e Fitr Bajramit, Ramazanit dhe festa e Kurban Bajramit janë adhurime. Secili prej neve duhet të kujdeset që në zemrën e tij, në mendjen e tij, mos të kalojnë këta festa vetëm në tradita se e hupin shijen. E kur t'i hupet shija e një adhurimit, kur del prej ibadetit në adet, atëherë nuk ka mundësi me pas një rezultat të mirë. Prandaj kjo është një çështje që me vazhdimsi duhet të kemi kujdes, nga se kështu kanë qenë edhe të parët tonë. Gjatë këtyre ditëve, disa prej vëllezërve më kanë thonë hoxhve, nuk i kemi bajramet ashtu sikurse i kemi pas kur kemi qenë të vegjël. Bajramet janë të njëjtat, po ne kemi ndryshuar vëllezër. A ju kujtohet se ne kur kemi qenë të vegjël, ajo që e ka bërë me të vërtet bajramin, se kur kemi shku, ose kur na kanë ardhur, ndoshta si kemi pas këta kushte tash ka i kemi, mirë pa me të vërtet vëllezër janë të bu, me mesa, me nipni, numri madh ka qenë, atë ditë nuk ka pas me bërtit se pse e preku, pse e prishi. Tash vëllezër, për fat keq, njerëzit nuk i hapin dyert e tyre dhe në ditën e Bajramit. E dini pse vëllezër? Se zemrën e kanë të mbyllur. Domethënë, e kanë hub atë vetëdijsimin e tyre se dita e Bajramit është dita e çka sakrifikimit. Një sen që e ketë mirë të shtëpia që e ke ndërtu që Allahu ta ka furnizu, atë ditë du të mi hap dyert. Po për mi hap dyert për besimtarët, për familjarët, për të afërmit, fillimisht du të më hap njeriu zemrën e tij. Të nderuar vëllezër, ajo që duhet më na kujtu
festa e Kurban Bajramit se jeta ka nevojë për flijime dhe për sakrifica të mëdha. Një sakrificë që e bën njeriu për familjen e tij, për të afërmit e tij, për shoqërinë e tij, i pari që do t'ja kthen është Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka njeri i cili del që me dhon dikundi që kërkohet për me dhon një ndihmë. Para se me shku me e dhon atë ndihmën, Allahu e shpërblen. Besoni vëllezër që e ndi në zemrën e tij një kënaqësi, një rahati, para se me mri atje me dhon. Ndoshta atë ditë personit që do t'i japish mish një të varfurit, kurbani që e ke pre ditën e Bajramit, ti do t'jesh më i gëzuar se sa ai që ka më pranu. Besoni vëllezër, njerëzit të cilët e kanë shiju këtë dhonmen, ndoshta nuk din me gojë me shpreh iftare që japin njerëzit, ose kurbane që i presin, ose sadakat që japin, mirë për e ndin diçka në zemrën e ti, dhe ti ta ndin njëherë me vazhdimësi e përdor atë sen. Prandaj, neve kjo është ajo që na mëson Islami. Shifni vëllezër, njëherë në vit e kemi për obligim me dhënë zeqat. Kujt, nuk e din, as nuk e ki të afërt atë të varfurin, pa shkon me a dhënë zeqatin. Edhe me këtë dhënien vëllezër, e shëron një problem të madh, një dukuri të keqe në shoqëri që është xhelozia. Atë moment kur t'ja japësh të varfurit një zeqat tëndin, që është 2.5% që në botë nuk ka tatim, sa kurse zeqati që është në Islam. Nuk ka, asë një shtetë në botë nuk e ka tatimin 2.5%. Si kur pasanikët e muslimanve ta këshin dhonë zeqatin vëllezër, ashtu si duhet dhe ku duhet, nuk do të kishte në botën islame të varfur. Me e marë për shembull një krye qytet tonin, për shembull me e marë në troje tona, një krye qytet me e marë, me bë pasanik të ati krye qyteti, vetëm ata, me e dhonë zeqatin e tyre si duhet, me tjenë njërës që janë solidaritetin e bojnë me të varfurit, në shtet nuk ka me met në shtetin e tyre as një të varfur. Besoni vëllezër, Islami lumë për ata që e praktikojnë, lumë për ata që e praktikojnë. Neve që 100 vite vëllezër, nuk e praktikojmë Islamin në trojet tona, me vazhdimsi na dalin në hapën dyrë të problemeve. Po që se kthehemi e praktikojmë ashtu si kurse duhet Islami, keni me pa vëllezër se me të vërtet ati është zgjidhja. Pra, ajo që kërkohet prej neve vëllezër nuk është vetëm me sakrifiku, me fliju, vetëm me para, por ndonjëherë ka nevojë edhe me kohë. Ndonjëherë ka nevojë edhe me mund, me marr pjesë të kundi që ka nevojë. Por mos harrojmë diçka vëllezër, se këta gjërat janë adhurime të cilët i shpërblen Allahu subhanahu wa taala dhe nuk i shpërblen hoxha. Hoxha ka mundësi me thonë një falënderim të mirë prej zemrës, kryesitë e xhamive, për ata që janë antar të xhamive, ka mundësi me dhon fleta edhe ftesa, kanë me uqu mundësi me dhon edhe ftesa, edhe falënderime. Mirë, po nuk ka mundësi me akthit mirën me të njëjtën mirë. Mirë, po besoni që ai që ka me shpërbly edhe jo në të njëjtën mënyrë, po me 10 fish edhe më shumë fish, është Allahu subhanahu wa taala. Në një fshat të varfur, një plak që ka punu roba qeps, një ditë prej ditëve përmendet emri e tij në atë ndjen ku e kanë pas burrat në kafe. I thënë, këtë çka e kimi, thënë, ndoshta në fshat thot nuk ka njeriu që nuk i ka qep tesha. Mirë, po thot, shumë be dur shtrëngut. Njëri prej atyre që ka qenë pak më mendje let, hinë një ditë prej ditëve edhe e qërton në punëtorinë e tij ku e ka, edhe i thot fjalë të rënda. Thot, krit njerëzit, thot, kanë qenë pranë të varfurve, kur nuk pam ti dhe një herë ta qesish dorën t'japish, edhe e randon me fjalë të rënda. Mërzitet shumë plaku, edhe një ditë prej ditëve më nuk del në dyqanin e tij, smuhet edhe vdes. E përgojojnë fshatarët se shpëtuan prej kopracit. Mirë po, muajin tjetër, të varfurit e fshatit, diçka tek ata ndryshon. Nuk ka si kurse muaj tjerë që ju ka ardhur, ka 1 kile mish, ka 2 kile mish më ardhur. Nuk kanë mish. Edhe shkojnë edhe ankohen të kush, ankohen tek thertorja që ju ka pru mish. Edhe i thujnë ati kasapit, thersit të kurbanëve i thujnë, edhe ti fillove me undërishu.
bash tash e gjetë kohën, ja thot unë thot nuk kam ndryshu, thot unë që ai njëti jam, po ai thot që më jep të pare, thot për çdo muaj për juve, thot ai më shkoj. Kush? Thot Roba Qepsi. Ai thot për çdo muaj thot më jep të pare që jo para me ju dhon, po mish me ju çuna për shtëpiat e juaj. E kjo është vëllezër. Shoqëri derisa ka kështu njerëz që japin, edhe nuk din, nuk dojnë që më u ditë se kush i ka dhon, do të kemi hajër vëllezër. Wallahi vëllezër, do të kemi hajër derisa në shoqërinë tonë ka njerëz të cilët janë me të vërtet ju gjendje njerëzve në kohët më të vështira. Vëllezër, secili prej juve që ka ardhur në gurbet e ka bëll një lloj sakrifice. Secili prej juve që ka ardhur në fillim e ka pas shumë vështirë. Jo një herë, ndoshta me 10 herë i ka shku mendja që prap ka më u kthy. Mirë po, kur i ka pa ata të cilat kanë qenë para ati, kur është ullë me ata ja kanë të regu se kjo sakrificë kështu e ka natyrën asaj. Ndoshta në fillim janë të vështira, gurbetit, sakrificës me jetë mirini, mirë po, pastaj vijnë ata rezultatet e mira. Pas Allahu subhanahu wa ta'ala, pali qofshin diasporës, se sa të varfur e kanë largu një breng të madhe, e kanë mbulu një kulm të tyre që ju ka rreth verë e dimën. Ka shku dhe një vlla musliman që ka dhonë diçka, ka bo një sakrificë prej fitimi që e ka fitu në Gjermani me halal, ose në Zvicër, ose dikun tjetër, edhe e ka bo një shtëpi. Kështu është vëllezër edhe me sakrificën që e ka bo vëllezërit tonë në shkolla, në spitale, edhe kështu dhe të vazhdojnë njerëzit e mirë. Andaj, edhe njëherë thonë vëllezër, ajo që është për neve që me vazhdimsi, jo vetëm me dhonë, për nga ndonjëherë me e kultivu këtë dhonë men, edhe të fëmijët tonë, edhe të shokët tonë. Kur qkojsh dikundi me dhonë, mere një shokën tonë, edhe nëse ai nuk jep, kur të hyni të shtëpia të një varfurit, para se me hi të shtëpia, kur të hecni të lagja e të varfurve, atëherë kema në keni më ndise me të vërtet. Ta që ka më rëndësi që nga ndonjëherë me hine për këta lagje, me pa njerëzit, kjo është një realitet. Se në qëfar lagje jetojnë disa për njerëzve. Të ndëror vëllezër, kur nuk do t'ja kalojmë ne në sakrificë, në solidaritet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. As shokëve të tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se dikush prej juve të jep lëmosh, sadaka, sa kodra e Uhudit, nuk do t'ja arrin dhon me skujt sahabëve, edhe nëse dikush prej atyre, jo një grusht, më thë jo di duar, sikur se dikush prej atyre që ka dhon një dorë sadaka. Para me ndonë një mali mas sa kodra e Uhudit, me dhon dikush në këtë zaman, nuk ka mundësi me jamri atë sahabëve që ka dhon sa një gjysmë dore. A e dini pse vëllezër? Ata kanë dhon me një kohë kur njerëzit nuk kanë dhon. Kështu është vëllezër, edhe në ato vende, në ata kohra kur njerëzit nuk japin, del dikush i parë jep, të gjithë ata të cilët kanë më dhon pas ati, edhe ati kanë më regjistru se vapi se ajo është bosebeb edhe të tjerët japin. Andaj, lusim Allahun subhanu wa ta'ala që të në ndëron, të në bën duart tona, ata duart që i ka lavdru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka beku Allahu subhanu wa ta'ala, ka thonë që dora që është nalë, që jep, është ma e mirë tek Allahu azza wa jall se sa dora që merë. Lusim Allahun subhanu wa ta'ala që të në pranon kurbanat, të në pranon lutjet. Lusë Allahun subhanu wa ta'ala që tua mundëson se cilit për juve që nuk ka shku në haq, të ashtin në mende, në zemër që vitin e arshëm që konë në haq. Kjo është ajo sakrificën më të madhe, dhënien më të madhe që ja bën dikush për juve për vetveten e tij. Besoni vëllezër, ua kam thënë edhe në hutbën e kaluam, edhe sot po them, asnjë prej neve nuk do të jetë këtë në dynja. Kina medal në tonën tjetër, në ahiret kina medal dhe do të llogaritemi për punët tona që i kena bërë. Kujdesemi, dikush prej neve mos del në tonën tjetër edhe e ka mangu fen e tij. A mund ta paramendoni vëllezër një termin që e kje ndoshta me muaj që e pret, edhe momentin kur shkan, tuin dokumentet i ki mangu. Shumë është shtirë, tepër është shtirë. Nuk tjepet ndoshta edhe një herë shansa me erdhë në ato vende. E hiq nuk ka me të ardhë mundësia edhe një herë më këthu në dynja dhe me shku në haq. Andaj planifikoni
Bojeni një që të shkoni në haq në vitin e ardhshëm vëllezër. Edhe nëse nuk shkoni, edhe nëse nuk ju vjen rendi me shku, besoni vëllezër, wallahi, tek Allahu do të regjistroheni sikur se me qenë në haq. Asnjë prej juve mos thot se unë ende jam i ri. Haxhi është për të rritur vëllezër. Haxhi ka obligime. Haxhi ka obligime. Haxhi, me të vërtet, ata që kanë shku pleq, mund kanë ndodhur edhe shumë hoxhollarëve, i kemi ndëgju pleqet thot kemi gabu, thot që nuk kemi ka ardhur. Me të vërtet, sa kemi qenë më të ri që ta shijojmë haxhin. Qultu ma qad sami'tu wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه. Të nderuar vëllezër, dietarët e thuajnë një fjalë, ai që e din se për kënd jep, para syve të atij sa me dhonë përsëri pak është. Njeriu kur ta din me bindje të thellë se është dhënë për Allahun subhanahu wa taala, për Allahun azza wa jall, që Allahu do t'ja kthen 10 fisht e ndoshta edhe deri në 700 fisht, atëherë për atë e dhonja sakrifica është e paktë. Andaj me dhonë është cilësia e trimave, cilësia e bujarëve të çdo populli. Dilni në qytet vëllezër, edhe kur qifni në anën e gjatë, në anën e mbajt, për rreth juve nuk ka ndonjë ndërtesë që do të shihni që është bërë për shoqërinë, përveç se dikush ka sakrifiku. Ndoshta emri atij nuk dihet, mirë po dikush ka ndajt kohë, ka ndajt, ka dhënë, ka investu mund edhe para. Andaj Allahu na bëft edhe neve prej atyre që bëjnë për hir të Allahut subhanahu wa taala, që më ja pa hajrin evladi i tij, vendi i tij dhe qytetarët e tij. Neve sot vëllezër i kemi disa lajmërime. Lajmërimi i parë vëllezër, që është shumë më rëndësi, secili prej juve që ka qenë ditën e Bajramit e ka pas se sa është me rëndësi që fëmijët tonë me pas një program të rregullt të edukimit të tyre fetare në gjuhën e tyre kombëtare. E pat ata fëmijët tonë që na zbukurune atë ditë të Bajramit. Andaj ju kisha lut secili prej juve që ka fëmijë prej 7 vjet, le të vinë, le ta regjistron për mësim besim. Do t'ja gjeni kënaqësinë e edukimit të fëmijët, ndoshta prej javave të para që kanë më ardhur. Lajmërimi i dytë vëllezër, edhe një herë ju përkujtoj, antarësimi i xhamisë, elhamdulillah, është një numër i mirë, por nuk është numri i mjaftueshëm për synimet që neve i kemi. Elhamdulillah, në ditën e Bajramit u bë edhe ajo myshdje e madhe, shpalosja e planit të blerjes së tokës së xhamisë. Mirë po, antarësimin që e kina aktualisht nuk është i mjaftueshëm kur të krahasojmë me numrin e familjeve që i kemi këtu në Shpebishkpynë. 1000 familje shqiptare nuk janë ndoshta as 30% të tyre ndoshta të regjistruar në antarësim. I thiri vëllezërit tonë, i thiri motrat tona, në veçanti atyre që Allahu subhanahu wa taala i ka begatu. Nuk është trimnia vetëm edhe kombëtaria që vetëm në lindjet tonë ose vetëm në rrjetet sociale, po është ndonjëherë me bë edhe një hap më shumë para. Elhamdulillah, prej xhamis kanë filluar shumë punë të mira, prej atyre punëve ka filluar edhe shkolla në gjuhën shqipe, por nga ana tjetër ne jemi të jetuar një jetë sikurse në Kosovë, Maqedoni e Shqipëri, që kemi ditë gëzimi, kemi lindje të fëmijëve, kemi martesa, pa i kemi edhe ditët e pikëllimit vëllezër, që bëhen njëjtë, më thënë, në xhami, ditët e ngushtimeve, ditët e varrosjes e shumë radh. Xhamia i afron ndoshta më shumë se 10 shërbime për ata të cilët janë antar në xhamin. Lajmërimi i fundit vëllezër është sot në ora 3:30 do të kemi nderin që ta presim kryetarin e parë të komunës së Shpebishkmyndit.
Andaj ju kisha lut ata vëllezër të cilët nuk kanë obligime pas xhumas që të qëndrojnë këtu, e pim një kafe bashkarisht, bëjmë muhabet edhe e presim ashtu sikurse meriton që të pritet një kryetar komune. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të na jep të mirën në këtë dunja, të mirën në ahiret dhe të na mbron prej dënimeve, provave, trazirave të kësaj dunjas dhe të ahiretit. Lusim Allahun subhanahu wa taala që haxhilerëve tonë që kanë shku si vjet haxhin t'u pranon, atyre që nuk kanë shku, Allahu me shku na që Allahu t'ja mundson. Lusim Allahun subhanahu wa taala që ata i kthen në vendindjet e tyre me hax të pranuar dhe me mëkate të falura. Lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të rijt ton t'i udhëzon, të smurit ton Allahu t'i shëron, të burgosërit ton Allahu t'i liron dhe të vdekurit ton Allahu të mëshiron, varin e tyre prej bafqeve të xhenetit të abon. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad warda Allahumma anis sahabati ajma'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Të nderuar besimtar, me të vërtet Allahu i madhërisëm urdhron drejtësinë, bëmirësinë dhe mirësinë ndaj të afërmve dhe ndalon nga çdo punë të keqe dhe të neveritur dhe ndalon nga çdo lloj padrejtësie. Kështu Allahu ju përkujton që mësim të mirëni. Wa aqimus salah, ta falim namazin.